Elbasani nis kremtimet për festën tradicionale të ditës së verës dhe pritet të jetë një javë mbushur me aktivitete të larmishme. Ne do të lidhemi tani me gazetaren ton Bryna Kurçuku në Elbasan. Bryna, të përshëndes. Përgatitjet kanë nisur me panajirin tradicional të fëmijëve. Po pse pikërisht kjo zgjedhje me fëmijët dhe si është atmosfera aty? Ju përshëndes, në fakt atmosfera është ajo që vetëm pas pak do të shihni në pamjet që ne kemi dërguar pranë redaksisë të një mëngjesi jo vetëm plot diell që e fali natyra, por edhe të një mëngjesi me cicërimat e fëmijëve. Janë zgjedhje fëmijët pikërisht sepse ata janë ata që gëzojnë më shumë dhe meritojnë të kenë më shumë ditë feste. Por jo pa qëllim, do të thoja unë, zgjedhja për të pasur një panajir me gatime tradicionale, por edhe me profesionet e artizanatit është bërë për të përçuar mesazhin e vijimit të traditës pikërisht tek më të vegjëlit, tek fëmijët e kopshteve. Nisi sot dhe do të jetë një javë plotë mbushur me aktivitete në kuadër të festës tradicionale të ditës së verës, e cila padyshim tashmë është një festë kombëtare, por kryeqytetin e saj e ka në qytetin e Elbasanit. Të ndryshe nga herët e tjera, festimet do të shkojnë përtej 14 marsit. Pra kulmi çdo viti është data 13 dhe 14. Por duke qenë se 14-a pasohet nga fundjava, Bashkia e Elbasanit ka menduar të zgjerojë aktivitetet edhe në 15 dhe në 16 mars, në mënyrë që mira vizitorë që do të vizitojnë Elbasanin për ditën e verës të qëndrojnë edhe një javë më shumë. Elbasani hap dyert me ballokumet, por edhe plot gatime të tjera tradicionale për të festuar bashkë ditën e verës. Unë të falenderoj që na përsollë një atmosferë kaq të bukur të përgatitjeve për ditën e verës në Elbasan që do të zgjasin deri në fund të javës.